Situata alarmante në bypassin e Shkodrës. Shkatërrimi i kangjellave metalike në dy anët e këtij aksi vijon pa ndërprerje. Ka jo pak raste kur kangjellat e dëmtuara janë zëvendësuar me të reja, por edhe këto të fundit po dëmtohen sërish. Në rreth 50 pika të evidentuara në dy anët e aksit rrugor, nuk mungojnë ato që janë shkatruar nga përplasja automjeteve, por pjesa dërmuese e tyre janë dëmtuar nga dora e njeriut, duke u çmontuar dhe vjedhur. Ka që vërtet është kjo, sa ka segmente të hapura deri në 50 metër, ku nuk kanë mbetur as shenjat e montimit të kangjellave metalike, po kështu edhe rreth rrotullimet nuk kanë as masat më elementare të sigurisë rrugore, pasi është azhësuar e gjithë sinjalistika. Si pasojë, automjetet shpeshherë kalojnë edhe mbi këto terrene, duke rrezikuar aksidente tragjike. Faktikisht, me këtë shkatërim të kangjellave metalike dhe sinjalistikës, është cënuar rënd siguria rrugore në këtë segment prej rreth 5 kilometrash, me qarkullim automjetësh 24 orë pa ndërprerje. Kjo vepër pjesë e aksit kombëtar rrugor Shkodër-Hani Hotit dhe Anasjelltas. Në këtë gjendje, jo vetëm që është kthyer në rrezik për qytetarët që lëvizin në trotuare dhe drejtues të mjeteve, por paraqet edhe një imazh as pak të denjë për rajonin e Shkodrës. Përgjegjësia për këtë situatë krahas detyrimit që ka policia për të ushtruar kontrolle të vazhdueshme, bie mbi autoritetin rrugor për të ndërhyrë në riparimin e kangjellave, vendosjen e sinjalistikës dhe rikthimin në funksion të sistemit të ndriçimit, e jo të presë derisa të shtohen edhe gropat, siç ka nisur të ndodhë në këtë rast.